Ikrime largohet nga Meka, ai tashmë është i bindur që qyteti, po themi kalaja e Mekës është dorëzuar, mundohet thjesht të përjetoj me mendjen e tij se çfarë ka ndodhur, aq më tepër që bashortja e tij është bërë muslimane, pra ka hyrë në fenë e armikut të tij, kështu që nuk gjen rrugë tjetër veç se të arratiset nga Meka, thuhet që merr drejtimin e Yemenit, në një prej varkave apo anijeve niset për në Yemen, në atë kohë vend më i sigurt dhe jo musliman. Thuhet që, si thuash, ajo që përmendte fjala e së vërtetës e ndjek atë, në një stuhi që po ndodhte në anijen ku ai kishte hyrë, i pari, po themi kapiteni i anijes thot atyre thoni fjalën e shpëtimit se nuk ka shpëtim tjetër. Do të mbytemi. Edhe Ikrime thot cila është fjala e shpëtimit, po themi cila është formula e shpëtimit. I tha thuaj la ilaha illallah, që nuk ka zot tjetër veç Allahu, si më thënë. Përndryshe jemi të mbytur. Ai thot unë prej kësaj ika. Prap më erdhi më gjeti kjo fjalë këtu. Domethënë, si thuash e ndiqte në aspektin pozitiv, ndiqte besimi atë. Pra kur Zoti ka përkader që njeriu ta përqafojë të vërtetën, ku do jetë shkojë të bëhet sebeb diçka. Dhe më ikën nga toka, i del besimi në, po themi dhe në det. Edhe këtu ishte goditja e dytë, po themi, e Ikrimes, pas asaj që Meka bie, bashortja e tij bëhet muslimane, edhe në det, po themi, Zoti i tregon një shenjë tjetër që nuk ka rrugë tjetër. Edhe ai tha vetë, tha unika prej kësaj fjale, tha po prap ndoli përpara, me sa duket nuk pasa shpëtim prej kësaj fjale, prej këtij besimit. Po nuk ishte thjesht një triumf ushtarak i kësaj fjale, por ishin shenja që Zoti her pas here po ja jepte këtyre njerëzve që ka ardhur koha të ktheheni tek e vërteta. Dhe mjaft më me këtë pengmarrje që i keni bërë ju vetes tuaj, se keni një profet i cili është i mëshirshëm. Kur del në breg, këtu është momenti që takohet me Hakimin. Ajo, si grua besnike dhe fisnike, kishte shkuar të shpëtoi burrin e saj, tashmë me një sihariq jashtëzakonisht të madh, kishte marrë me vete shërbëtorin e saj, ai tashmë kishte shpëtuar, po themi, nga ajo dallga stuhia e detit, dhe i thot, kthehu, thot, se ka ardhur për një personi që ta ka falur jetën. Mi po ai kurse besonte diçka të tillë. Mua të ma falin jetën, e dinte se çfarë kishte bërë. Tha ta ka falur jetën profeti Muhammed alayhis salam, dhe kjo është shenja që ta ka falur jetën atë. Por ktheu. Pra objektivi, po themi, i parë i saj ishte që ati t'i falë jeta dhe mos shkonte në Yemen. Pastaj kjo, më thënë, falja e jetës bëhet shkak që kur kthehet bashkë me të, me bashortin e saj, kur shkojnë tek profeti alayhis salam. U ribashkua me Hakimin në këtë rast. Edhe u kthyen tashmë në Mekë. Do shkonte generali të dorëzohej tek personi që ai kishte hal në sy. Ama që në këtë rast ishte njeriu më i dhëmshur dhe më i dashur, profeti Muhammed alayhis salam.